mrana takimeve. Nuk e dim, s'po kallëzën zoti Kurti, nuk këtë rast nuk kallëzën zoti Abdizgjiku, me zotin Hamza po presim ma pjasën letrën, nuk pe dim s'ka po flitit anena. Për në opinion po kriot për shtypja si zoti Kurti, po i takon, pi vet, po folin, por nuk e dim. Po thu që krejtë është kjo arsyeja, pse nuk i ka marrë 60% dhe është i pak nasi me pas të 1.11? Është i pak nacur dhe ai po don me kriju një sistem monist, sikur nish sistemin komunist që vetë fal, vetë volas, vetë krejt institucionet dhe tjetër arsye nuk ka. Për ndryshe të kaloj gjithë kjo ko e të e dit që zgjedhja e presidentit e bie në këtë krizë, atërë pse nuk e ka pas prioritetin e parë zgjedhjen e presidentit, por s'pari ka aprovuar buxhetin, ligjet, marrëveshjet ndërkombëtare, ligjet tjera dhe tash mendon prap ka thirrë seancë për të premten dhe nuk është në rendin e ditës zgjedhja e presidentit. Me një fjalë, unë tham që ky njeri mendon që është ai kapaku i politikës, jo të Kosovës, por edhe të Ballkanit edhe me gjerë. Mendon që është kapaku. Nëse nuk është kapaku, çka është zoti Kurti? Më besoni për mua. Vlerësimin që mund t'ja vëm Kurtit është një njeri që nuk ja don të mirën Kosovës, nuk ja don të mirën qytetarëve dhe e ka atë egon personale që dominoj në politikë dhe gjithmonë tjetë ai që... Zoti Lekaj, është akuzeron me thotë që nuk ja do të mirën Kosovës, zoti Kurti. Është akuzeron, zoti Lekaj, se kemi... Kur e thoni këto, çka e bazoni? Jo, unë e bazoj në veprimet e tina, në qeverisjen e zotit Kurti, me digasteret, me ministra, dhe nëse e shohmi krejt gjendjen ekonomike, ky qeverisë që 6 vite, po thuajse. Hajde të marrë energjinë elektrike. Energjinë. A ka kriju alternativë? A i ka rrit kapacitetet? Jo. A ka shtrejtu rrymen? Po. Hym të shtrejtimi i asaj gjërat ma elementare ushqimore. Kur ka arë këtu, ka thonë veza do të kushton kaq, nafta kaq, energjia kaq, flembi që mërë dhe energjin e kemi mashtrejten, ku është ky? Me vedijet plot i ka mashtruar qytetarët, sepse nuk është qaq i marrë që mos ta din se si qeveriset vendi dhe sa mundet me ndikue ato frazat e tina poetike në politikë. Po thu që din qysh me bos, po do me bos e ka strategji kundërvanit. Besoni, ky ka ardhë me mashtrime vetëm për t'i mashtruar qytetarët, për të marrë votën e tyre, ajo që më ka bon mas tepër me... Po që punon kundër Kosovës. Po, tash, për shembull, nëse ti nuk i ankue saj përket energjisë, dhe ki ardhë me votë qytetarëve për të përmisuar gjendje në energji, çka ka bon? A ka rrit në i kapacitet? A ka kriju energji alternative? Jo. A ki shtrejtim? Po. Qytetarët, a jo kishtë tjerë gjepat? Po. Inflacionit, gjendja geopolitike të rëndë. Do thotë, nuk është, por nëse ki ardhë me që ato premtime, atërë ku është e mira e qytetarëve dhe e mira shtetit, që 6 vite. A kim pas izolim ndërkombëtar? Po. A kim pas sankcione? Po. Dhe dalish e thuash që une jam aj që e kom shliru Kosovën, une jam aj që e kom prun të mirat Kosovës, hajde të flasim, cëda është e mira e tina. Hajde të marrë me infrastrukturën. A s'ka bas një të mirë, zoti Kurti? Ma thuj edhe une... Jo, une nuk du më popal, nësë kështë drejtë si pyke. Se 6 vjetë... Që 6 vjetë ma thuj një... Jo, se bona palë ma ndërë, nësë kështë drejtë si pyke. Se 6 vjetë punë, as një e mirë, së në shme zetë... Hajde po flasim saj përket zhvillimit ekonomik. A ki ndo një investitor strategjik? Jo. A i ki mbështet në dërmarjet e mesme dhe të mdha? Jo. A i ki mbështet ekonominë familjare? Jo. Hajde po dalim sa. Hajde shkojmë të
Digasteri i arsimit. Cilat janë ato reformat e arsimit? Çka ki bon për 6 vite? Asgjë. Hajde hym në shëndetësi. Si dhe është qaj reformim në shëndetësi, në sistemin shëndetësor. A ki... Sot kaloj mbrana komisionit të dhe ligjit për sigurimin shëndetësore. Do thot, mas sa vjetën, mas 6 vjetëve, kalon edhe mirë që kalon. Mirë po kur bëhet implementimi. Ma te për kë, o ka donë me miratu ligje, që kur shkohet në zjedhje, thuhet ja që ne e miratum ligjin për a ditë në seancë sa ma shumë shëndetësore. Sa ma shumë, kur ka mësuar për rritjen e fëmijëve, për shtrajtimet, për taksat e nalta, sa ma shumë për rritjen, sa ma shumë ta po mbotojnë. Më falin bre, vetëm këqyrë në shtrejtimin tash pas krizës. Po ky tha sa ma shtrejt po mbon, sa ma shumë po marr vota. Për çështja e implementimit të VSS dhe akcizës për derivatet. Një leadership